Tarkard. Shkues tani jemi rikthyer në studion, jeni me rubrikën Këndi Familjes. Sot ta kemi për temë diskutimi një temë shumë të rëndësishme, e cila po besoj që ju e prindërit do t'i zgjojë kurrështjen, sepse ka të bëjë me ecjen e fëmijëve, qëndrimin e duhur, po ashtu edhe zhvillimin e eshtrave. Cila është faza apo periudha më delikate për fëmijët, edhe pikërisht që tregon edhe zhvillimin e shëndetshëm të eshtrave, kur duhet të shqetësohemi. Gjitha këto do t'i diskutojmë bashkë me zotin Derim Salia, i cili është ortoped dhe kemi këtu në studio. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Zotin Saliaj, si zhvillohen kockat e fëmijëve në fazat e para të jetës? Sa janë të rëndësishme, cilat janë periudhat ndoshta më të rëndësishme që ne si prindër duhet me pas vëmendjen? Kur është edhe në barkun e nënës, mirë po edhe pasi të lind? Realisht zhvillimi i kockëve fillon qysh në fazën paralindjes, do të në ato javët e para kur është në barkun e nënës. Kjo do të thotë që rëndësia fillon qysh në ushqyeshmërinë e nënës gjatë shtatzanisë. Kështu që duhet gjithmonë të kemi kujdes që nënat të jenë të kujdesshme te ushqimet që janë më të preferueshme për kohën e shtatzanisë, por edhe për ato se çka nuk duhet të konsumojnë gjatë kohës që janë shtatzane, për shembull duhani, alkooli e tjera, dhe ushqimet të cilat janë më të shëndetshme, ato që janë të pasura me proteina dhe vitamina të ndryshme. Normalisht që këtu hyn produktet e qumshit të cilat janë kryesorët, po në përgjithësi edhe për shkak që stili jonë i jetës është pak më kompleks do të thotë në kohën e fundit, gjithmonë ne preferojmë edhe me marrë dhe suplemente shtesë, suplemente me bazë kalciumi, vitamine D, magnezi dhe zinku, të cilat janë përbërësit kryesor të kockave të fëmijët. Pastaj pas lindjes është të vërtetuar mbas të punimeve të ndryshme që fëmijët që ushqehen me qumshtin e gjirit janë më të shëndetshëm, kështu që promovohet ajo tek fëmijët e vegjël që ushqimi të jetë spaku 4-5 muajt e parë me gjithënje, dhe pastaj normalisht që duhet me të kujdesen që ushqimi të jetë mbas të rekomandimeve të pediatrit, po do të thonë që çdo fazë e fëmijës është e rëndësishme, qysh në barkun e nënës, pastaj faza derisa të fillon me ecë është shumë e rëndësishme, do të thotë pjesa e qumshtit, pjesa e ushqimeve kur fillojnë muajin e 4-5, gjithë ato ndikojnë në zhvillim të mirë ose jo të mirë të kockave ose të në përgjithësi të fëmijës. Suplementit që do të marrë gjithsesi pa parasysh çfarë ushqimi merr fëmia është vitamina D. Vitaminën D do të me fillu me marrë normalisht prej lindjes, prej ditës parë të lindjes. Rekomandimi është dikun 1 vjeçari i parë, derisa të bën fëmia 1 vjet. Pastaj nëse ka ndonjë problem fëmiu, atëherë mundet mu suplementu shtesë mas moshës 1 vjeçare, por zakonisht kështu si rregull është deri në moshën 1 vjeçare. Pastaj faza tjera normalisht që ka rëndësi pjesa e pubertetit, ku zhvillimi është më i hapshëm. Në fazat që ka rritje më të shpejt, gjithmonë do të me qenë kujdesi pak më i tepër. Do të thonë 2 vjeçari i parë i fëmijës dhe pastaj mosha e para pubertetit dhe pubertetit. Doktora, kemi raste kur një nën, përderisa ka qenë shtatzën, ka pasur një ushqyerje shumë të mirë, ka pasur ushqyerje me përbërje të lartë të kalciumit, vitaminën D, po ashtu e ka qenë rregull mirë, po që fëmiu më pas ka qenë ndoshta me ishtrat butë, siç themi ne, edhe patjetër është dashur, ose edhe ndërhyrja më pas. Realisht gjithmonë ka përjashtime. Mirë, po nëse ushqyeshmëria ka qenë në nivel të duhur, zakonisht janë raste më të rralla ato. Po ka raste. Ka raste që do të thotë që ka faktorë tjerë të rrezikut që pa marrë parasysh që ushqyeshmëria ka qenë në nivel të duhur, prapë ka rezultuar ndoshta me probleme tjera. Po ajo do të mu përcjell ai fëmijë dhe pastaj me pa ku është problemi. Zakonisht na e bëjmë një ultrazat të kërdokullave të fëmijët, edhe aty e shohim ajo pjesa a ka fitu mu formësu kocka apo jo. Në muajin e 4-5 të lindjes, mos i të lind fëmija, do të gjatë muajin e 4-5 e shohim apo formohet ajo pika kockore apo jo. Nëse me ultrazë e verifikojmë që nuk është duke u formuar si duhet, atëherë ne suplementojmë me vitaminë D shtesë. Meqense si përmend edhe kurdokullat apo kuka, siç e njohim në popull, cilat janë problematika tjera më të shpeshta të cilat i hasin tek fëmijët edhe vijnë kërkojnë ndihmë tek ju? Problematik kështu format e lehta janë të shpeshta, ndërsa format më të rënda të problem të deformiteteve të kërdokulla, siç është për shembull kërdokulla që nuk është në vend të vet, ose kuka e nxjerrën që thonë
në popull, ajo është shumë e rrallë, dikon pavarësisht lindjen në çdo 1000 lindje, dikon dalin 2-3 fëmijë me luksacion. Për çka ndodh kjo? Për shkak procesit të lindjes që ka qenë i vështirë apo? Jo, s'kisha thonë ashtu, është një percepcion i gabum në popull që lindja e vështirë ka nxjerr kukën prej vendit, po nuk është ashtu. Pak a shumë janë si predispozita edhe gjenetike, edhe familjare, edhe mos zhvillueshmëri e mirë e kërdhokullës, kështu që nuk ka të bëjë me ato. Ka lidhje pak edhe me lindjen, po kohën e fundit nuk kryen më lindje me pelvik. Shumica lindje bëhen ose lindje normale, ose bëhen me prerje cezariane. Do thotë lindje që ka ndodhur përpara, me lindje me kokë, do thonë të shtrembur që kanë thënë, do thotë se normal fëmia del me kokë të poshtë, jo me pjesën e pelvikut, kur konstatohet që fëmia është mbrapsht me barkun e ëndër, ajo zakonisht shkon në analinë me operim. Kështu që ajo faktori rrezikut që ka qenë numër 1 për luksacion të kërdhokullave, ajo është rredukt tash mos ka asnjë non që lind në qatë formë. Në shkot me prerje cezariane. Kështu që faktorët tjerë janë për shembull lindja e parë të nanat, pastaj lindja me bineq ose treneq, lindjet kur nana ka pas problem me lëngun e amnional, kur ka pak lëng në mitër, atëherë fëmia është pak më i urur ndoshta. Është hapësira në barkun nëse ka pak më të ngushtë dhe ajo hapësirë më e ngushtë, ai paketimi i ekstremiteteve brenda në mitër. Nuk shkon në zhvillimin e dur. Po, ndikon negativ në zhvillim dhe ajo mund të ndiku pastaj me bol luksacion të kërdhokullës. Po e qartë. Po pak a shumë këto kanë fillu mu përmirësu këto, ma nuk ka faktor rreziku. Shumica tash të thotë dikon 2-3 lindje, 2-3 raste në 1000 lindje, që nuk është ndonjë përqindje e madhe, është 0.2-3%. Po edhe nëse diagnostikohet pastaj kjo me kohë, për shembull diagnostikimin nëse bëhet në moshën e 2-3 muaj, atëherë edhe trajtimi është shumë i mirë, zakonisht ta fëmijë s'kan pasojë kurrë. Po. A ka raste kur pikërisht ndoshta një fëmijë lind me një deformim, sado që është edhe i pakt, mirë po me kalimin e kohës vetë përmirësohet, apo duhet patjetër edhe ndihma ortopedit dhe ndërhyrja ndoshta me operim? Po, atëherë kështu, ka disa deformitete që ne i themi deformitetet të mira, po thamë thojza. Për shembull shputa e rafsh të fëmit, e cili konsiderohet një farë deformiteti i lehtë, po zakonisht përmirësohet gjatë rritjes, po përmirësohet me këto këshillat që japim na, për shembull me shtroja, me këpucë ndryshme ortopedike, edhe kohën e fundit jem të rekomanduar shumë ecjen zbathur në sipërfaqe të parrekullta. Për shembull një fëmijë me lon me ecë të lirshëm, nëse ka mundësi që kanë obor të shtëpisë, për shembull në bari, në zallë, në guraleca etj. Do thotë sa më terreni i ecjes të jetë më i ashpër, aq më mirë për shputën e fëmisë, për shkak që e provokon shputën të zhvillohet në formë pak më të mirë. Kjo është një prej tyre, po ka deformitete. Për shembull, si të lindin fëmijët, pjesa prish gjurit deri tek zogu i këmbës, pjesa më e madhe e fëmijëve ka një farë harku te këmbët, që në përgjithësi fëmijët ose prindrit fillestar që kanë fëmijën e parë, mund mu shqetësu me thonë që është këmba është trembër, po ajo është fiziologjike, është normale të krejt fëmijët dhe në moshën 2 vjeçare e shkon duke u përmirësu. Po, e kuptueshme. Ndërkohë, si qëndron, ndoshta cilat janë problematikat që mundemi me pas në të ardhmen nëse një fëmijë në moshë shumë të hershme qëndron keq, ulur, madje edhe tashmë nuk e di nëse ende po praktikohet apo jo, po në rrethora apo dubak siç e kemi quajtur, në një moshë shumë të hershme prindrit nganjëherë vendosin që t'i vendosin aty fëmijët, qëndrimi ulur me orë të gjata para ekranit. Po, krejt faktorë të rrezikut janë këto. Posaçërisht në kohët moderne, kur fëmijët shumicën e kohës po rrinë brenda, shumë pak e frekuentojnë ambientin e jashtëm, po fillohet me shkollë, pastaj me qëndrim në shtëpi zakonisht, ose kur qëndrojnë duke mësu, ose kur qëndrojnë me këto mjete të ndryshme elektronike, që janë pozita krejt jo të mira, me telefon, me laptop, me tableta të ndryshme, janë pozita jo të mira, pastaj bartja e çantave të rënda, pastaj mungesa e aktiviteteve sportive, pastaj ushqyeshmëria pa kontroll, që po çon pastaj në shtim në peshë, në obezitet. Krejt këta faktor që ndikojnë negativisht posaçërisht në boshtin kurrizor, se fëmijët pastaj rrinë në pozita jo të pranueshme, i mbledhin krahët para, pjesën e pasme të boshtit kurrizor po krijohet një farë lloj kërrusje dhe qafa po shkon para. Qafa dhe me kokën para.
edhe kam pas shumë pacientë që vinë në kohën në moshën 6-7 vjeçare me një mas në pjesën e pasme të qafës, si lloj gunge krijohet. Edhe shumica vinë për qatë shqetësim. Tash, ajo është kombinim i qëndrimit jo të mirë me depozitim të yndyrnave, se dhjamit në pjesën e pasme të qafës, posaçërisht te unaza 7 e qafës. Edhe shumë normale që shkakton pastaj ajo shqetësim të prindrit e fëmijëve tyre, po me kalimin e kohës, me përmirësim këtyre aktiviteteve ose këtij stilit jetësor, edhe me rënje në peshë, ajo po përmirësohet. Pra vinë me kohë edhe për të kërkuar trajtim nga ana juaj. Nuk është sikur ka qenë përpara, është pak më përkushtimi ose përkujdesja është më e madhe për fëmijë dhe kam përshtypje që edhe për ankesa shumë të vogla i sjellin fëmijët kështu me kohë. Ka raste kështu të vonume, me thonë që e vetmi problem që ndron te skolioza, i cili është një deformitet shumë tinzar, që është vështirë i vrejtshëm, edhe prind të vrejnë vështirë, po nga njerë edhe profesionistë shëndetësor mujnë me gabu. Ajo është pak një deformitet ma i fshet, po ta më thojza, për ata thash më tinzar, se mund mos mu vrejt dhe një kodë saktume, aty kemi shumë. Nga se shkaktohet? Po, ajo është idiopatike, do të është nuk i dijet shkako. Mujnë me ndiku këto që i thashën më herët, po nga një herë një fëmijë që ka qenë edhe sportist dhe ka qenë as nuk ka mbi peshë, do të mundet me ardhë dhe një fëmijë që se ka asnjë prej këtyre faktorëve të rrezikut të vjen me skoliozë. Çka do të thotë që kjo është një problem që është nuk e ka hala ende shkaktarin e ditur. Kështu që për atë arsye bëhen këto kontrollat rutinore nëpër shkolla, në klasë të parë, në klasë të 5, në klasë të 9, do të çdo 3-4 vjet bëhen disi kontrolla rutinore, por me identifiku këto raste që mund me qenë të fshehta, po me një kontrollë jo diçka të jashtëzakonshme, vetëm me një krusje përpara të pacientit, me një shikim të pjesës së shpinës, verifikohet shumë sakt a është çaj deformitet apo jo. Nëse veç dyshohet që deformiteti është i pranishëm, normalisht që e dërgojmë për imazheri radiologjike dhe ata e verifikojmë shumë sakt me röntgen. Doktor, me problem apo dhe pa probleme, cilat janë sportet që ju i rekomandoni prindit zakonisht që fëmijët e tyre vetë se ti bëjnë si aktivitet fizik, që ndoshta ju ndihmon atyre që zhvillohen më mirë ta keni një trup më të drejtë, themi? Në përgjithësi, qasja ime me prindrit e fëmijëve që i sjellin tonë për kontrolla, është që çka të munden t'i angazhojnë me sporte. Se tash nga njerë nuk është që ki shumë zgjedhje, se në përgjithësi shumë prej prindve preferojnë me shku në sport që e kanë më afër aty, se është problemi i kohës e tjetër. Kështu që në një është vetëm aktiviteti vetëm me pas një aktivitet, pa në parasysh çka. Po pastaj mund me shku dhe për zgjedhjet sporteve, po numër 1 këshilla jam për prindër është vetëm dërgoni fëmijët ku të mundeni. Vetëm në të lodhen, le të djersiten, edhe kjo lodhje, kjo djersitje, shoqërimi me fëmijët e tjerë, krijon pastaj disponim më të madh të fëmijët, fëmia lodhet më shumë, flen më mirë, edhe gjitha këto. Pastaj, sa i përket për zgjedhjes sportit, nëse për shembull fëmijët janë me probleme bashkëkorizore, shkojnë në drejtim të notit, që është më mirë, po është sport pak më specifik, se lyp kushte pak më të veçanta, posaçërisht në kohën e ftohta, edhe facilitetet janë pak më të kufizuar tani, nuk ka shumë pishina të mbyllura, po është numër 1 është noti. Pastaj këto sportet për shembull që i preferojnë për shputa ose sporte ose aktivitete është gjimnastika dhe për shembull te moshat tek gjinia femërore zakonisht e preferoj edhe pjesën e baletit. Edhe në përgjithësi tani gjitha sportet është në rregull. Thjesht me qenë aktiv, a? Thjesht aktiv, nuk ka ndaj kufizim. Po ndoshta në situs specifika të vogla i cek. Po. Këpucët sa janë të rëndësishme, që nga mosha shumë e hershme. Shumë. Këpuca është shumë e rëndësishme, posaçërisht edhe një pyetje më fal, para se filloj fëmia të ecë, duhet me mbath këpucë? S'ka kur rëndësie. Unë i them veç sepse edhe momentin kur fillon për të ecur, për të mësuar hapat e parë. Këpucë dekorative më shumë, se do të thotë çkado që i ma fëmis kur është shumë i vogël, ai sec me ta. Do të nuk është që kam indiku për të keq ose për të mirë, asnjë as tjetër. Kështu që janë veç si dekorim thjesht, që mos me qenë fëmija. Mos me qenë zbatur. Për ndryshe, si të fillon fëmija me tani është më rëndësi këpuca me qenë ortopedike,
mundësisht mos me qenë këpucët e buta. Çka është shumë e butë nuk bën. Këpuca do me qenë e fortë. Do thotë momenti që kur e kap në dorë këpucën nuk deformohet. S'di pse pas na mendu të kundërtën. Është e forta, se e forta e man kamën drejt. E buta deformohet. Po, pra e merr më pas pozitën. Po e merr pozitën pastaj në kundërt. Kështu që e posaçërisht janë disa lloj çorape që i praktikojnë prind gjatë dimrit në shtëpitë e tyre. Për fëmijët e vet janë çorape trasha me një farë pjese gome që mos mërshit, ato nuk bojnë fare. Do janë shumë të këqija për shkak se ajo po ndikon shumë në deformu shputën e fëmijës. Se do thotë edhe është shumë e butë, edhe rrshet shputat e fëmijës tani po deformohen. Jo, nuk e pasna ditë të. Një për me i kam pas gjithë herë të është. Pastaj këto si papuqet ndryshme që i marrin që janë shumë të buta që deformohet, thamra po ikën pjesën e pasme, në pjesën e jashtme, edhe ajo po ndikon në deformitete. Kështu që çka të merr, çka të marr me qenë sa më e fortë, sa më kërc që thënë. Kur është e fortë ajo nuk deformohet. Gjithmonë keni parasysh tash po flasë edhe për territorat e prindve. Shikoni, këpucat që janë ortopedike, krejt janë të forta. Këtë kanë pjesën e tabanit të fort, pjesën e themrës e kanë të fort, edhe kanë pjesën e ku flen shputa, një pjesë të ngritur ka ana e mbrendshme shputës që me suportu pjesën e harkullit shputës. Shumë interesante. Disa fakte që kam ditë asnjëherë. Ose tash kushtet se cili ka të mira në shtëpi vet, kërkush nuk e ka ftoft, për shembull, si ka që përpara, edhe mundi milionat krejt zbathën fëmijët. Pra është mirë që fëmijët edhe ndoshta kur fillojnë hapat e parë me që më mirë zbathur se sa me këpucë. Pa pikë problemi është më mirë. Ose merr këpucën ortopedike ose zbathën. Jo me ato të buta, të shputa të buta, jo me dosi çorapas që po ndikojnë negativisht. Po, mirë, po kur mund ndoshta më shqetësu prindrit që fëmijët tyre nuk e ka shputën siç duhet, edhe ecja po ashtu nuk është normale? Po. Përgjithësi, si të fillon fëmija me ecë, normalisht që krejt ecin pak me kam pak më të hapura, është një ecje si e patës pak, është ecje kështu me derisa të fillon stabiliteti. Pastaj gjithmonë secili fëmijë e ka një anë dominante, ose ka më dhënë pak me anën e djathtë ose me të majtën. Gjithmonë shqetësimi kryesor i prindve është që një anën ka pe qënë ma nartë, ose pe gjunë ma lartë, ose pe gjunë ma përpara, ose kësila janë kesa. Kështu që gjithmonë, këshila jonë është që e presim në një ecje të tillë në fillim, për shkak se është ecje e fillestarit, zakonisht kjo ecje shkon deri në 4-5 muaj, pastaj shkon duke u stabilizu. E njëjta gjë ndodh dhe me kur fëmijët kur zhagiten. Gjithmonë me njënën kam e ka një farë lloj dominancë, nuk shkon gjithmonë ose me djatën ose me të majta. Kështu që nuk ka ajo shqetësim kur gjë. Forma shputës sakt mund të më vret tek pas moshës 2 vjeçare, sepse deri në 2 vjet fëmijët e kanë një farë mase diamore në shputë, edhe krejt shputat e fëmijëve gati krejt rrafshta tokën. Tek kur t'i bën 2 vjet, vrehet. Po ka raste kur vrehen edhe para 2 vjetëve ata që kanë pak më të theksuar, po këshilla ema gjithmonë që këpucët të jenë të forta, edhe mos që qofshin ortopedike, çka do që të marrin, të jetë e fortë, edhe themra pjesa e pasme të jetë e fortë, edhe në përgjithësi si rekomandim është posaçërisht dimrit ne të mathin këpucë kështu që janë thella. Se këpuca e thellë është pak më suportive, e marr shputën pak më mirë, këpucët janë pak në rrezok të kamës, mund me qenë pak më të ndihshme që mund me lejuat lakimin e kaviljes, do të thotë nyjes së zogut të kamës. Po. Doktor, ma herët biseduam edhe për disa sporte të cilat vetë se preferohen edhe nga ana juaj si profesionist. Sa është e vërtetë që basketbolli luan rol edhe në gjatësinë trupore? Jo, kjo është si met është, kjo është e vërtetë. Pra, prindrit që i sforcojnë fëmijët e tyre që shkojnë në sporte të tilla? Jo, s'ka. Mos mendojnë që zgjaten. Jo, nuk ka. Në përgjithësi shkojnë ata që janë pak më të gjatë, tani ata veç e kanë predispozit më gjatë, më qenë më të gjatë, dhe tani i bjen pak a shumë që janë zgjatë i basketbollit, po nuk është e vërtetë. Kam dëgjuar raste që prindrit i dërgojnë nëse vetë se kanë një gjatësi pak më të shkurt, që të stimulojnë përmes atij sporti. Po s'ka një studim shkencor që e vërteton ata. Doktor, një këshill të fundit për gjithë prindërit që janë duke na ndjekur tani edhe që të kenë kujdes me fëmijët e tyre, si në qëndrim, në ecje, edhe në gjithçka tjetër dhe që ka të bëjë patjetër në shëndetin e kockave dhe ishtrave në të ardhmen. Edhe një më falë se... Një këshill të fundit për gjithë prindërit, që të kenë kujdes me fëmijët e tyre. Po, pak a shumë, i thamë gjitha, po përbojmë një farë rikapitulimi. Do thotë,
pesha fëmijës do të me qenë sa më ideale që është e mundshme. Çdo fëmijë do të më marrë minimum një sport gjatë bile preferohet edhe me ndru sporte që secili fëmijë me gjetë veten në sportin e vet të preferuar. Do të lejohen fëmijët të bëjnë eci pak më shumë, jo të mësojnë që gjithçka të bëhet me makinë, me afru poshtë lart. Normalisht që tash pjesa e sigurisë o diçka tjetër, sa është siguria në rrugë e tjerë për shkak të makinave, po ecja, pesha tjetër e mirëmbajtën, aktiviteti sportiv, sa i përket çantave, mundësisht çanta tjetër ndikon pavarësisht në 10% peshës trupore të fëmijës, jo të jetë mbi 10%, për shkak se çka është mbi 10% peshës trupore të fëmijës mund të shkaktojë deformitete. Dhe kjo, edhe gjatë qëndrimit në shtëpi, të evitohet pak a shumë pjesa e elektronikës, elektronika, përdorimi ose keq përdorimi i saj, po ndikon që me qëndru në pozita jo të mirë. Po, edhe një pyetje të fundit, doktor, me qenë se përmendëm edhe çantat, ka ende raste të shpeshta që vinë dhe kërkojnë ndihmë nga ana juaj, sepse më duket tashmë disa shkolla vetë se e kanë dollapin për secilin nga nxënësit e tyre në shkollë dhe nuk ka nevojë që të bëjnë çantë. Drejtën, koha sa e marrë fëmija një çantë nuk është aq e gjatë, sa e marrë në krah. Zbesoj që ka lënë 10 minutë në ditë, 10 ose 20. Se shumica e kanë shkollat afër, shumica dhe i dërgojnë edhe me makina, tjerët janë prindë që janë mbajnë. Kështu që normalisht që ajo ndikon mirë, po për shkak kësaj kozgjatje të shkurt, pra po them, ma problem është të këto qëndrimet jo të mira të fëmijës me pajisje elektronike se sa në vetë çanta. Po normal, çantën prapë thash, këto janë, nëse vendoset çanta, do të patjetër të vendoset me 2 rrypa, jo me 1 rryp, shkak të ajo ndikon negativisht, se shumica në kohë disa mbajnë vetëm me 1 krah. Ose s'pakun nëse mbahet me 1 krah, do të mbajt në mënyrë simetrike, sa majtas edhe djathtas, ose posaçërisht më së miri është me 2 krah, edhe mos ta kaloj limitin e 10%-shit, mos mbahet më shumë se 20 minuta, që është çanta shumë e rëndë. Përndryshe për 10-15 minuta s'kisha thonë që mund të më shkaktojë një pasojë të parikuperueshme. Doktor, unë falenderoj shumë për kohën që ke pas, e di që ke qenë shumë i ngarkuar këtë ditë, por falenderoj shumë këto këshilla edhe informata janë shumë të nevojshme për neve. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit. Dhe shikoj sa ne po shkojmë me një material, të dielën e kaluar ka qenë një qershore apo ndryshe siç njihet dita e fëmijëve dhe shqipdona